Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin, për të nisur ditën e sotme, për të komentuar, për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit, thashë themet më të fundit që përfliten konkretisht për Fermën VIP, një reality show i cili është akoma në transmetim në Vision Plus, kanë bërë pothuajse afër 2 muaj banorët aty brenda me histori të ndryshme, ngjarje të ndryshme, debate të shumta, zënka deri në arritje të tipit edhe konfliktual. 2 ditë më parë nga Ferma, me një vendim personal të vetë njërës nga banorët më të komentuara të këtij sezonit, Alba Pollozhanit, dhe në anën tjetër një nga banorët më të komentuar në rrjetet sociale, Limi, një nga banorët qoftë edhe më të dashur të publikut, do të thënë kanë qenë 2 figura shumë të dashura në publik, me një vendim, njëri personal dhe tjetri nga Agai, kanë vendosur që të largohen nga Ferma VIP. Vendimi erdhi për të dy në të njëjtën ditë, u lexua nga Albanoja largimi i Albës, ndërsa u lexua nga Ester largimi i Limit. Alba u largua me vetë dëshirën e saj, ndërsa Limi pas një përballjes që pati me Anduelin, edhe pse nuk ishte një konflikt fizik. Do thënë ishte një zënk që ka ndodhur edhe zënka më të mëdha brenda asaj ferme, ka ndodhur zënka edhe më të zëshme brenda asaj ferme, por nuk janë larguar banorët. Çuditërisht, do të thënë Limi u largua në këtë pikë të lojës. Menjëherë ditën e djeshme kanë bombarduar rrjetet sociale disa lajme që arsyeja e vërtet që Alba është larguar nga Ferma ka qenë një marrëveshje me Limin që të largohen që të dy, sepse e kanë parë veten shumë në tension, e kanë parë veten shumë në konflikt, dhe dyshimet janë që pas një kontrolle që Alba ka bërë, sipas informacioneve të disa faqeve shumë të mëdha në Shqipëri, rezulton që Alba është shtatzën me Limin, bazuar në një mbrëmje që u përfol që Alba ka kryer marrëdhënie intime, do të thënë një histori që mori shumë vëmendje mediatike dhe mori shumë ditë mediatike, duke u komentuar në të gjitha format e mundshme të këtij reality show. Por çuditërisht ditën e djeshme, për të humbur të gjitha këto spekulimet, Alba ka postuar një fotografi në Instagramin zyrtar të saj, duke bërë tak edhe Lim Hotin, do të thënë është Limi, dhe duke thënë që ne jemi të dashuruar. Limi nuk është në fotografi, Alba thjesht e ka bërë tak në Instagram, do të thënë ka bërë Alba një lloj replike, le të themi, që dukej që ishte në formë shumë të mirë, dukej që ishte e lumtur, dukej që ishte e gëzuar. Unë nuk ma merr mendja që Alba të ketë mbetur shtatzën, sepse do me thënë aq më ishte dukshme që ato të dy nuk është se bën diçka aty brenda, dhe ndoshta janë këto lajme pikpyetje që duan të sjellin apo për të mbajtur vëmendjen, apo është një lloj forme marketingu që të komentohet nesër mbrëma në prime-in e radhës, por gjithsesi çuditërisht është një problemi vogël që po komentohet shumë. Alba dukej që ishte mirë, nuk ka një moment të thënë për Albën, apo Alba nuk ka replikuar ndaj këtyre lajmeve. Mund t'jetë edhe vërtet dhe Limi dhe Alba kanë vendosur tashmë që të ndjekin rrugën e tyre, dashurinë e tyre, ndoshta Limi vërtet ka qenë i dashuruar në Albën dhe ka patur strategji të lojës këtë afrimitetin me nenën ose me gocat e tjera brenda fermës, edhe me Esterin, e cila në një pikë u prezantua si një mike Albës, pastaj u rikthye në rivale të saj dhe shumë gjëra të tjera, por gjithsesi, do të thënë, Alba ka reaguar për herë të parë duke mos thënë asnjë gjë, duke mos komentuar asnjë gjë, por duke e lënë që nëpërmjet fotografisë të kuptohet që Alba vazhdon të jetë me Limin. Thuhet që plani ka qenë i përbashkët që Alba dhe Limi të dalin të dy në të njëjtën kohë nga shtëpia, ka qenë një plan i organizuar nga të dy, por do të shohim nëse të premten do të jenë në spektakël për të komentuar rrugtimin e tyre,
për të treguar arsyen e vërtet dhe për të shuar ndoshta këto spekulime. Në qoftë se Alba ka mbetur shtatzën me Limin, me patjetër që gjatë rrugës do të shohim edhe shtatzanin e saj se barku do të rritet. Nuk jam i mendimit që do bëjnë ndonjë skandal të heqin fëmijën në qoftë se gjithmonë është si lajm i vërtet, por në qoftë se nuk është lajm i vërtet, Alba e konfirmoi që vazhdon edhe jashtë me Limin, edhe pse nga fotografia që ne e kuptuam, Alba vazhdon të jetë aktualisht në Tiranë, do të thënë nuk është në Struk, nuk është kthyer në qytetin e saj, do të thënë ndoshta e vrau pak edhe ky fakti i familjes se të gjithë ja përdorën këtë pjesën e familjes e mori si bumerang, por në momentin që Alba ka dalur e ka kuptuar edhe dashurinë e madhe që publiku ka për të. Dyshimet janë të shumta që Alba është shtatzëne me Limin.